Gjithë kjo lukuni e madhe, videosh e gjithë këta gazetarë, gjithë këta lloj ndërkombëtarësh në media që papritur u bën të interesuar për Shqipërinë, për mjedisin, për zogjtë e Shqipërisë. Nuk e kanë fare me mjedisin dhe zogjtë e Shqipërisë. E kanë secili për agjendën e vet në vendet ku janë. Mos harroni që ka një mundësi shumë të madhe që gjithë të rrëmuja që dalin në për media, në për rrjete online, ndryshe nga çfarë është realiteti këtu, që ka një turm në bulevard, një turm shumë biodiverse, që nga të marrët që fusin rrethin katror dhe pastaj e quajnë rrethin katror, tek lloj personazhesh që kërkojnë like dhe që jetojnë me like, influencera që fitojnë paratë e dynjas përmes rrjeteve sociale dhe spaguajnë një kokërleku taks. Të tjerë që janë delirant me flamurin të lidhur këtu në fyt, edhe që e vën qeleshen si një certifikat pasërtie patriotike. Të tjerë që janë realisht shqetësuar, vajzat e djem që duan të shfrynë pakënaqësitë e tyre, e të tjerë, është një turm normale. S'ka si problem. Por kjo që turma normale kthehet në qindra mijëra njerëz që po vlojnë në Shqipëri, do të mëtoj turizmin çuna goca. Kanë filluar disa shenja shqetësuese të çregjistrimeve në Sarandë, disa shenja shqetësuese, pak. Por para se të bëhet trend, që të fillojnë ata që kanë prenotuar për të ardhur, pra për të si ato para që do të shkojnë tek bizneset e vogla, që do shkojnë tek familjet që mezi e presin këtë sezon, atëherë do të humbasim shumë turist këtë vit. Mbase këtë doni, unë nuk besoj që këtë doni, por mbase ky është edhe qëllimi, që të jetoj vetëm me flamengot.